janë rreth 75.000 vota të mëkatës që e ndryshojnë këtë rezultat në përmasa krejtësisht të reja. Po, të më rëndje për edicionën, zoti Adëgjiko, a do të keni koalicion me opozitar për të riformatizuar një qeveri të re në qoftë se ka kërkesa për gjë të tillë? Shiqani parimet e LDK-s betin të njëjta si para fushatës ashtu edhe pas fushatës. Në qoftë se populli i Kosovës vendos të na mbajë në opozitë, do të qëndrojmë në opozitë. Dhe i urojmë popullit të zgjedhë mbarë mirë e të marrë përgjegjësinë për zgjedhjet e bëra. Urnal. Pra që një dështëm këtë rezultat me qenë se ta që nuk e një të rraqë? Jo, nuk e A do t'jap një dorëheqje nga pozitë? Jo, nuk e quj dështim, jo, nuk do t'jap dorëheqje. Besoj që rritja e LDK-s nga 190.000 vota në sa pretendojnë të kemi 190.000 vota është sukses i mirë. Kemi pas një bazë të rëndë, por jam shumë i lodhur sot për të bërë ndonjë deklaratë tjetër afatgjate për fatin tim politik e që është brenga fundit e ime sonte. Ajo çka